Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, këtë të hënë gratë prezantimit të drejtimit të ri të departamentit Brain Gain dhe programit për vitin 2026, vlerësoi kontributin e këtij departamenti si një faktor kyç në momentet më të vështira të PD-s dhe të opozitës shqiptare. Berisha theksoi se Brain Gain, i përbërë nga intelektuale dhe profesionistë të diasporës, ka luajtur rol themelor në mbrojtjen e trashëgimisë politike, kulturore dhe identitare të PD-s. Ky departament i drejtuar dhe themeluar nga zoti Andi Mustafa dhe bashkëpunëtorët e tij, në këtë sallë erdhi në Parti Demokratike në momentet më kritike të saj. Erdhi në Parti Demokratike si një kushtrim për t'i dalë zot një parimi themelor, një të drejtë themelore për një kombë të lirë, për të patur opozit. Pra erdhi në një moment kur në Tiranë zhvillohej një betejë e egër midis demokratëve, qeverisë, narko-qeverisë shqiptareve dhe mbështetësve të saj në Europë dhe në botë, në projektin Shqipëria pa opozit, apo me fjalë të tjera më reale, Shqipëria me një opozit të kontrolluar, që e drejtonin e udhëhiqnin sipas projekteve të tyre. Erdhen pra në kohrat më të vështira. Berisha akuzoi qeverinë Rama për korrupsion, abuzim me fondet publike dhe kapje të drejtësisë, duke e cilësuar regjimin aktual si autokratik. Tani ne jemi në betejën tonë finale. Dhe kjo betejë finale jona është largimi i këtij regjimi. Në qoftë se ne nuk njohim realitetin dhe nuk kuptojmë se operojmë në kushtet e një autokracie dhe nuk organizohemi që të operojmë në kushtet e një autokracie, por mendojmë se jemi në kushtet e një pluralizmi normal, ne misionin ton nuk e përmbushim. Absolutisht. Jo. Ne sot jemi të qartë dhe duhet të qartësojmë çdo demokrat e demokrat. Të përkushtohemi në projektin e opozitës për largimin e Edi Ramës nga pushteti dhe krijimin e qeverisë teknike. Ndër të tjera, Berisha garantoi se PD do t'jap hapësira më të gjëra për Brain Gain dhe të rinjt profesionistë, duke cilësuar këtë betejë politike si shansin historik për ndryshimin e Shqipërisë dhe ndarjen e saj sipas tij nga e keqja më shkatrimtare e dekadave të fundit.